Një zhvillim i minutës së fundit ka të bëjë pikërisht me vendimin e marrë nga gjykata kushtetuese për të lënë në fuqi vendimin që Kryebashkiaku Erion Veliaj të vijojë detyrën duke qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në fakt, 5-3 ka qenë vendimi i anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga 8 në total, teksa kanë votuar pikërisht duke mbrojtur kështu Veliaj, pikërisht edhe sipas ligjit dhe një mbrojtje e thënë në kuadër të një konteksti personal. Çka do të thotë që me këtë vendim Veliaj kishte në fakt ankimuar më herët edhe sa i takon vendimit të Këshillit të Ministrave sa i përket të shkarkimit për Kryebashkiakun Veliaj, nisur kjo nga një iniciativë bërë me propozim të kryeministit Rama të Këshillit Bashkiak. Por paralelisht me këtë, edhe presidenti Bajram Begaj dekretoi datën 9 nëntor për zgjedhjen në kryeqytet që me sa duket tani më pas një vendimi të pezulluar më herë nga gjykata kushtetuese, tani më pra me këtë vendim të fundit të sotshëm të gjykatës kushtetuese duke dhënë të drejtë Erion Veliajt, nuk do të ketë zgjedhje në kryeqytet. Kjo të paktën për një periudhë kohore relativisht të gjatë derisa të merret vendimi pikërisht për një formë të prerë të dënimit të Kryebashkiakut Erion Veliaj. Deri atëherë, Ogeda Marsiliu, Arlind Çori, por gjithashtu dhe Florian Binaj nuk do të kenë me çfarë mund të merren në Tiranë sa i takon në fushatën zgjedhore apo angazhimit konkret për të kërkuar zgjedhje dhe votën e qytetarëve. Ky vendim i sotëm rrezon pikërisht së pari qeverinë me propozimin e kryeministit Rama, i cili kërkoi Këshillin Bashkiak të Tiranës të shkarkojë Erion Veliaj me argumenti se ka munguar 3 muaj në punë, ndërsa Veliaj ka thënë që sigurisht nuk ka qenë iniciativë dëshire e tij personale, dhe së dyti edhe presidencën me marrjen e vendimit të dekretit të zgjedhjeve për datën 9 nëntor. Ky është rezultati, ndërsa përfundimisht Erion Veliaj mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës, përfundimisht nuk do të ketë zgjedhje në Tiranë, ndërsa zgjedhjet do të vijojnë në 5 bashki të tjera të vendit. Mbetet për të parë cili do të jetë reagimi i kryeministit Rama, cili do të jetë reagimi i kandidatëve të opozitës, por gjithashtu dhe të Partisë Socialiste, që duhet thënë prej kohësh kishin filluar në një farë forme të zhvillonin një fushatë elektorale ende pa nisur zyrtarisht procesi.